Një i mitur vetëm 15 vjeç u shoqërua sot nga policia e Vlorës, pasi kishte mundur të ndërhynte në mënyrë të pa autorizuar në të dhënat kompjuterike të disa institucioneve të rëndësishme në vend, si Parlamenti i Shqipërisë apo Shërbimi Informativ Shtetëror. Prokuroria e Vlorës thotë se ka dokumentuar veprimtarinë e kundraligjshme gjatë muajit mars të këtij viti, ndërsa thekson se i mituri ka ndërhyrë në emailët dhe faqet zyrtare të institucioneve, duke shkaktuar ndërprerjen e funksionimit të tyre për periudha të caktuara kohore. Nga hetimet e deritanishme nuk ka rezultuar të ketë vjedhje të dhënave apo dokumenteve konfidenciale nga këto sisteme. Gjatë operacionit për ndalimin e të miturit, u sekuestruan disa pajisje, të cilat do t'i nënshtrohen ekzaminimeve të thelluara teknike. Konkretisht bëhet fjalë për 5 kompjuter laptop, 6 aparate celular dhe një dron. Burime policore bëjnë gjithashtu me dije se 15 vjeçari është i prekur nga spektri i autizmit, prandaj po hetohet nëse ka pasur persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet, të cilët mund të kenë përdorur aftësitë kompjuterike të 15 vjeçarit për arritjen e qëllimeve të tyre. Policia e Vlorës thotë se po punon në këtë drejtim, ndërsa po merret në pyetje edhe 15 vjeçari.